Shikues nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se takojmë këtu në televizionin të 7 në emisionin Euron 7. Sonte do të flasim për shumë kriza të cilat jo vetëm vendin ton, po pothuajse gjithë botën janë duke e përcjellur. Por krizat politike të cilat në vendin ton po përsëriten dhe po përsëriten vazhdimisht, janë ato që ne mbrana 14 muajve ka mundësi si të marrim 3 palë zgjedhje, të cilat na ish dashur marrë për 12 vjet, po çaq shpejt jemi marrim për 14 muaj 3 palë zgjedhje. Ndërkohë luftat në botë po ndikojnë gjithsesi edhe në ekonominë tonë. Është ngritja e çmimit të naftës në një kohë shumë të shkurtër dhe shumë manovra të cilat po bëhen që ky çmim të stabilizohet, çmimi i naftës dhe me të çmimi i energjisë dhe çmimet e tjera përcjellëse të cilat vijnë. Për këto dhe shumë çështje të tjera do të flasim me të ftuarit e mi sonte në studio, zotin Agim Shahini, Alianca Kosovare e Biznesit, kryetari i Mirëmi Serdë. Mirë. Shkëlzen Jusaj, Petrokompani, Zen Mirëmi Serdë. Mirë. Engelbert Zefaj, Mirëmi Prof Serdë. Mirë. Shumë Misini, Mirëmi Prof Serdë. Mirë. Po e fillojmë kështu tash. Qeveria i boni një muaj ditë. Qeveria aktuale, cila u zgjedh në fund të vitit, prap kemi shansa me shkuën zgjedhje, prap thonat e fundit flasin për një inflacion për 6%, domethënë ma e madhe në këtë rajoni duke përfshi deri Kroaci, Greqi, Shqipni, Serbi, Malzi. Çka po bëjmë kështu? Domethënë për kujt po i shërbejnë politikat ditore me këto? Kosova viteve të fundit është identifikuar në Ballkanin Perëndimor si prodhuesi më i madh i zgjedhjeve të shpeshta. Dhe pikërisht këto zgjedhje po krijojnë edhe turbulencë në ekonomi dhe ekonomia vendore është pothuajse në një situatë tepër të rëndë, qytetarët po ashtu të rëndë, politika e jashtme është goditur, janë duke na goditur të gjithë, jo vetëm armiqet shekullor, por edhe meqet që i kemi. Prandaj duhet këndelim mirë që të shikojnë një strategji se si duhet Kosova, udhëheqja e Kosovës, qeveria e re e Kosovës, institucionet e reja ta ndryshojnë qasjen ndaj sektorit privat, ndaj miqve vendor dhe ndërkombëtar. Sepse ne këtu kemi ardhur në bashkëpunim me të gjithë ata që po përmendëm. Nuk kemi ardhur vetëm, nuk mund të ecëm vetëm, as nuk mund të qëndrojmë vetëm. Qeveria e vendit, e cila tashmë është një qeveri që ka marrë detyrën, kemi një krizë për president, kemi një dekret presidentes që ka shpërnbë parlamentin, pritet vendimi gjykatës kushtetuese dhe gjatë gjithë këtyre 2 viteve të fundit ne kemi prit gjithmonë diçka po ndodh, si po vjen dhe kena prodhu, kriza. Apo kriza politike po na prodhon krizë ekonomike, se nëse kishon veç krizë politike e kishte bërë. Për fat keq, Kosova është tepër e ndërlidhur njëra me tjetrën, politika me ekonominë, që nuk ishte dashur të jetë kështu. Dhe jo vetëm Kosovë, por në Ballkan, në shumë vende, këto kriza politike krijojnë kriza edhe ekonomike. Ne si qytetar, si biznese, ne nuk e kemi të sigurt se si do të zgjohet nesër në mëngjes dhe çka do të ketë do njëriësi diçka në mëngjes, për shkak se pasiguria në Kosovë është duke u kultivuar si fenomen. Dhe kjo neve po na dërgon mesazh edhe tek investitorët e huaj, tek partnerët ndërkombëtar, prandaj me të drejtë. Shumë politikaj, diplomat, miq të Kosovës, me një gjuhë të butë, kritikojnë liderët tonë, kritikojnë institucionet tona për të ndryshuar qasjen, për të ndryshuar mendësinë se ne nuk jemi faktor kyç në Ballkan, po jemi partner kyç që ne mund të bëjmë faktor. Prandaj, pa fuqi faktoriale, ne po mundohemi të bëjmë fuqi faktoriale. Nuk kemi fuqi sepse jemi
një numër shumë i vogël i qytetarëve të vendit, nuk kemi ekonomi të zhvilluar, nuk kemi diplomaci, nuk kemi asnjë brand që Kosova mund të mburret me diçka, përpos që Kosova mund të mburret që ka pasur dhe mund të ketë miq më të fortë ndërkombëtar. Nuk pi shërbejnë, po duket ajo veç miq mi pas se nuk po muj me kry puna me që me jarana mosës na vetë po të peshkatroj. Shikoni, tash ta marrëm shembull, nëse e marrëm krizat e luftës, të cilat tashmë nuk janë të larta, ato në lindjen e mesme. Dikur ato kanë qenë shumë larg për neve. Por tash teknologjia është avancuar, ka teknologjia dhe ato mund të janë shumë afër neve. Ne jemi komod këtu, për arsye se e dimi që kemi një forcë ndërkombëtare që mund të na mbrojë nga një diçka e tillë. Dhe kjo është përparësi për Kosovën. Dhe këto përparësi ne do t'i shfrytëzojmë dhe do t'i falenderojmë të gjithë ata që janë këtu për të ofruar siguri, kurse ne duhet të jemi të vetëdijshëm që vetëm nuk mund të bëjmë as sigurinë fizike, as sigurinë kombëtare, as ekonomike, as diplomatike edhe as njërën prej tyre. Dhe ne e besojmë që qeveria e re që është kriju tash një muaj, dhe besoj që do të ketë ndryshim në mendësi, në strategji dhe në punë në përditshme për të ofruar shtetin e Kosovës më afër faktorëve ndërkombëtar. Shkelzen, tani e pom kjo lufta në lindjen e mesme na trazoi krejtve. Do të se përpara kemi thonë larg për neve, është evidente. Kjo globalizmi i cilin e kemi kërkuar gjithë, po shikoj që kudo që ndodh diçka, reakcionet i kemi edhe tek ne. E kemi tek derivatet e naftës, e cila për disa ditë e mriti një çmim shumë të lartë, krahasuar për shembull me krizën e vitit 2022 ku ka rri edhe më lart se sa është sot, po ka qenë graduale. Çfarë realisht po ndodh dhe sa ka ndikim kjo në ekonominë e brendshme të vendit? Çfarë po ndodh? Shikoj tash me bllokimin e ngushtisë së Hormuzit, ku është prodhuar 20% tregut, domethënë kërkesave të tregit botëror, asnjëherë nuk ka pas një mungesë të menjëhershme të një sasie kaq të madhe në treg. Dhe normal që kjo ka reflektu me një ekstremitet të lëvizjeve të çmimeve dhe me një reagim, domethënë të tregut që ka pësu rritje ekstreme. Sigurisht që këto llogaritet që kjo ka qenë rritja më e madhe në histori të karburanteve, për shkak mbrëmja fati kaq shkurt, për shkak se edhe kjo ka qenë edhe mungesa më e madhe ndonjëherë e menjëhershme në histori. Marr parasysh që domethënë 20% e tregut mungon menjëherë, automatikisht kjo ka ndikuar që bursat në botë të ndikojnë se, shikon, 20% tash këtë ato të cilat janë furnizuar përmes asaj ngushtice, këtë ato kërkesa tash orientohen me kërkesën e tregjit tjera. Dhe kjo kërkesë ekstreme automatikisht e ka bërë që çmimet me u ngritë në mënyrë të pakontrolluar. Sigurisht që janë të provuar marr masa të ndryshme, mirë po kjo normal që ndikon në tregin vendor. Për shembull, nëse ty në një rezervor të një makinës ndikon prej 15 deri 20 euro, dhe me thonë për buxhetin familjar është shumë ngarkesë. Mirë po kjo nuk është ngarkesë vetëm për ata, po është edhe për këtë ekonominë, sepse me thonë çdo produkt nafta merr pjesë. Në çdo produkt, secili market, secili butik, secili prodhues, secili transportues, dhe me thonë bazën e ka transportin, bazën e ka naftën, dhe kjo automatikisht ndikon çmim. Tash unë kam pa për shembull të disa biznese vendore, të cilët marrin prodhime të ndryshme jashtë vendit, ato ju kanë qenë paralajmërim që do t'ja ngrisin, do t'ja fakturojnë shpenzimet e ngritjes së karburantit, do me thonë sikur shpenzim ekstra, për shkak se ata nuk ka mundësi me mbulu vetë, sepse ju krijon humbje. Prandaj sigurisht që këto rritje, sado që na peshojmë përkohshme, sepse ka tendenca më bëni zgjidhje, këto ndikojnë në të gjitha porët, na peshojmë tash me thonë, unë e kuptoj që është edhe Ramazani, po njëkohësisht është edhe lëvizja limituar me qytetarëve, për shkak se është vërtet ndryshim i madh dhe po flasim, që tha dhe zoti Shahini, jemi tu përjetuar një farë krize
do me thonë ka një rrëmje të ekonomisë, ka një inflacion, do me thonë pa kontrollum, dhe nuk kemi politika fiskale të cilat e stimulojnë prodhimin, kemi disa prodhime vendore të cilat nuk mbrohen mjaftueshëm, kemi plot sisteme që mundem i përdor për mbrojtjen e tyre, siç janë masat antidumping ose janë edhe subvencionet e ndryshme. Prandaj me thonë ekonomia vendore është në një situatë të pakëndshme për hir të krejt tyre rrethonave. Dhe sigurisht që kjo ka ndikuar në apo flasim me të gjitha bizneset dhe shohim që do me thonë prej fillimit të luftës atje dhe prej fillimit të çrregullimit të çmimeve. Shiko, ndoshta jo vetëm çmimet, ajo mund të jetë edhe një ndikim në psikologjinë e njerëzve, sepse kriza, luftra, njerëzit dojnë me kriju stoqe dhe me kriju rezerva, jo vetëm të naftës, të ushqimeve, me kursy lekse, thonë që ka mundësi se tash që tha dhe kryetari Shahini, tash globalizmi nuk ka më kurrë të parritshme. Është e vërtet që një luftë kemi atje, domethënë Rusi-Ukrainë, tash kemi në lindje atje të përfshime për 10 shtete, mirë po janë vende të përfshime aq me ndikim, se automatikisht mjafton një shkëndij atje një kundër përgjigje, një shteti të caktuar dhe fillon zgjerimi, pastaj aleat për kroja të aleatëve dhe mund me eskalu në një luftë të përgjithshme botërore. Për këtë arsye, me thonë, është normale që këtë mirë shumë seriozisht dhe unë besoj që edhe shtetet ballkanike të marrin shumë seriozisht, sepse të pas parasysh teknologjinë tash që po përdoret edhe prej Iranit nuk jemi të paprekshëm as Ballkani, as Evropa, as kurrë. Për këtë arsye, me thonë, kjo ka ndikuar në çrregullimin dhe psiqik një farë mënyre, sepse njerëzit nuk po njehen sigur se ka po shkon koha. Mirë po në anën tjetër edhe ngritja e çmimeve i ka bën njerëzit me hezitu, me prit për zbritje dhe për stabilizim dhe janë më të kujdesshëm në shpenzimin e domethënë buxhetit familjar. Prof, 6% kanë inflacionin muajin janar. Këto është po thotë zotni Juse që nafta është gjithkund e përfshime. Ne kemi një qeveri shumë jo stabile. Për shkak se 21 ditë shkuan dhe u kthym te ajo që mund kemi prap zgjidhje. Çfarë duhet me vepru? Çish duhet me u ço, sepse ne po jetojmë në pritje gjithë. Do të thonë po presim nashta çmimi bjen, po presim nashta qeveria bëhet, po presim nashta investimet rriten, na shkojeta të prit. Ne jemi mësuar me prit dhe gjërat i kemi të paparashikueshme, për arsye se institucionet kompetente, do të thotë duke përfshirë leadershipin kosovar, nuk janë përgjegjës dhe nuk kanë integritet dhe janë jo profesional. Sa i përket çmimit, unë besoj që kosta e jetesës është shumë më e lartë se sa që ka parapo Agjencioni Statistika të Kosovës, për arsye se aja përfshin një metodologji të njëjtë sikur me vendet më të zhvilluara të botës, sikur është rasti konkret i Gjermanisë dhe i Francës, kurse ne bujmë për gjërat elementare. Nuk mund me krahasu mishtin gjitha variablat të njëjta me mod, kostën e jetesës dhe inflacioni, çfarë indeksi i çmimit të konsumit sa ka ndikuar ty në proporcion me një shtet më të zhvilluar të botës, sepse Gjermania nuk ka problem me mungesën e energjisë elektrike. Gjermania nuk ka problemin e të kurrës popullsisë që kemi na më të madh në rajon. Gjermania nuk ka problemin e papunësisë që kemi ne. Ne jemi vendi më i varfër në rajon. Në rajon edhe në pjesë të Evropës. Jemi vendi me papunësinë më të lartë dhe jemi vendi të cilët fuqinë aktive të punës e kemi më të ultën në Evropë. Dhe tash, nëse thotit që inflacioni është i tillë me çet metodologji, jo, unë mendoj që inflacioni është shumë më i lartë se sa që e paraqesin, sepse ata llogarisin edhe biletën e avionit. Ne s'mundna me llogarit me biletën e avionit ku na vujnë për gjërat elementare, ne kemi mungesë energjisë elektrike, ku kemi mungesë energjisë elektrike, kemi mungesë të ujit. As për higjienën personale nuk mundna me bëni gjë të tillë. Dhe tash ti ta bëj një krahasim të tillë. Kështu që inflacioni është shumë i lartë. Më i lartë sa që është. Tash a do të ndikoj një vit më parë me sa duket e kam thënë në një gjë të tillë që kur i kemi demokracia e bresht, pi prodhon liderët autokrat. Kur për ne prodhon për liderët autokrat janë paparashikueshëm. Dhe një gjë e tillë, inflacioni na prodhu prej luftës në Ukrainë, pushtimi rus në Ukrainë. Për shkak sanksioneve tjera e destabilizimit. Dhe kur në momentin që ndodh një destabilizim, ekuilibri mes kërkesës dhe ofertës merr kohë, pak më gjatë për me ardhur deri te kërkesa dhe oferta për me përcaktuar çmimin. E dyta, faktori i dytë është çmimi i energjisë elektrike, që ka shkuar në rritje vazhdueshme,
ka prodhu inflacion. E treta është paga minimale, rritja pagës minimale, pa produktivitet prodhon inflacion. Nëse shkon me produktivitet, proporcion me produktivitetin, nuk prodhon inflacion. Dhe tash e kemi sfundi, kemi edhe ndryshimin e çmimit të naftës, sepse çmimi i naftës është katalizatori kryesor, kyç që i rrit gjitha produktet. Sepse bizneset kanë kosto operative shtesë. Kur kanë bizneset kosto operative shtesë, mënyrë automatike qëtë produkte qëtë me një çmim tjetër. Do të thonë sepse ai do të thonë fitimin e parashikon, po pikërisht transporti, ndikon e tjerë. Dhe nëse unë mendoj që urgjente që është qeveria, sepse ne prek me mas shumëti. Do të thonë Vietnami është prek mas shumëti, do të thonë kur çmimi ka shkuar deri në diellën ke mbi 50% të çmimit të rritjes së çmimit të naftës në Vietnam. Mirë po, çka do me lidh që për opinionin publik për me pas një informacion të tillë. Nëse lufta vazhdon, edhe nëse nuk i heqen sanksionet Rusisë, çmimi i naftës deri në fund të këtij muaji do të shkojë mbi 2 euro. Sepse kur rezervat gështatja Ministrit të Financave dhanë ultimatum përkatëse për mi shty në funksion rezervat. Mirë po rezervat shkojnë periudha faqkur. Nëse lufta vazhdon në tutje, dhanë mundësit në fund të martit me shku deri 2 euro. Nëse nuk i heqen sanksionet, keni paralelin edhe i BE-s, edhe Shtetet Bashkuara që i heq përkohësisht janë të mot pak impulsi. Sanksionet. Që deri të diellën çmimi i naftës në Amerikë ka rrit për 30%. Do në momentin që e dhani deklarat presidenti amerikan, Donald Trump, ju tha që lufta është gati në përfundim me sipër, në mënyrë automatike nga $120 për fuqi, ra në 90. Mirë po, tash, edhe shtetet më të zhvilluara të botës kanë filluar rezervat mbi 100 treg, mos mi bë presion kërkesës vazhdueshme. Dhe unë mendoj që pika kyçe e kalimit të ngushticës së Hormuzit, që paraqet ndërmjet gjirit Persik dhe gjirit Omanit, domethënë është pika kryesore e transportimit detar të naftës. Dhe nuk është vetëm përshëshja e naftës, është edhe gazi natyror. Po. Domethënë kemi shumë disa shtete në lindjen e mesme, të cilët kanë filluar me bërë reduktimin e mundësisë që punëtorët me shku 50% në vend të punës fizikisht, 50% me bën online. Për shkak të kursimit të karburantëve. Domethënë e para, e dyta, çka është dash me bë qeveria e Kosovës dhe çka dosh me bë, unë mendoj që mos mu prek drejt për drejt inflacioni me rrit në mënyrë vazhdueshme përsëri, domethënë ose kosta e jetesës mos më qenë më e lartë në Kosovë, unë mendoj që do të më bëni një politikë tek akciza. Do të paktën ta ek për një periudhë caktuar kohore derisa të stabilizohet tregu kërkesë dhe ofertë. So jemi në varë, so kemi fuqi, na me ndryshu, na nuk kena fuqi, na jemi vish konsumus. Na dhe nuk kena mundësi me bë alternativa. Mirë po, ta çka do të pret pe aptët mesazh për qytetarët e Kosovës. Çka do të pret e ardhmja e qytetarëve të Kosovës, viti 2026 do të jetë shumë sfidues, për arsye se është e pashmangshme rritja e çmimit të energjisë elektrike. E para, e dyta është e pashmangshme veç nëse e mbojnë pezull ende tatimin pron. Dhe është ky desekuilibër mes kërkesës dhe ofertës mas shumë t'i prekën vendet e varfra. Inflacioni godet shtresën më të varfër të shoqërisë. Dhe këtë rast pse na prek mas shumë t'i neve, për arsye se jemi vendi më i varfër në pjesë të Evropës. Prof. Kjo problemi i naftës, që po na vjen për shkak luftës në Iran, ngushticës së Hormuzit, është vetëm një problem shtesë që neve po na ngarkohet. Po veç po na shtohet edhe një problem, se ne kemi pas shumë probleme deri tash, edhe më thon drejtën unë personalisht për gjithçka shoh fajtor qeveri. Se tash për shembull ti na po flasim për inflacionin 6%. Ky inflacion 6% që tha edhe profesori është i gjithëmbarshëm, duke i futur në kombinim produktet që ne as nuk i përdorim. Po nëse ne i përdorim vetëm produktet ushqimore, mishin, bukën, makaronat, gjërat e përditshme që ushqejmë, që ky inflacion është 17%. Domethënë është inflacion shumë i madh i papërballueshëm për çdo stresa që po flasim për varfra. Po e shohim në fakturë kur ble market. Definitivisht. Është
të shqitë kombinim edhe energjinë elektrike tjera. Bilanci tregtar i Kosovës është, domethënë, 1/7. Na, domethënë, importojmë 7 miliard, më shumë se 7 miliard, dhe eksportojmë më pak se 1 miliard. Kjo është një problem shumë i madh. Jemi të nxjerr parën jashtë. Domethënë, ai nuk po hyn prodhim në Kosovë, po nxjerret jashtë edhe është një katastrofë. GDP-ja, që e përcakton rritjen ekonomike të Kosovës, pra ka rritje shumë të vogël, kemi vetëm 3.5%, edhe pse qeveria ka propagandu për do shifra 5.5% e 6%, ne kemi mas mrami doli që është 3.3% ose 3.5%, e kjo është një rritje minimale ose e papërfillshme, domethënë për një që ka nevojë Kosova. Po e ki GDP per capita e ki $8.000. $8.000, domethënë ato janë vetë për kokë banori, ato janë total të pamjaftueshme, këto është e barabartë për shtetet e varfra në botë, domethënë është GDP per capita më ulta në nivel global. Investimet kanë rënë komplet. Domethënë ti nuk ke as investime private, s'ke as investime publike. Investimet private po e dim, janë ndalë për shkak të situatës politike jo stabile. Një patën probleme veri, pastaj jo s'kemi kuvend, jo s'kemi qeveri, tash jo president, pra një vend jo stabil, normal që mungojnë investimet. Investimet publike, kjo qeveri ka punu shumë për minal investimet publike, bile edhe shkërnu me këtë punë. Domethënë i kena zvoglu investimet publike, s'po do me kriju borxhe. Po nuk marr shtëpia kështu. Ti duhesh me investu, po me investu mëshëm që ato investime me këto fitime. Na për shembull tash edhe për buxhetin e PAM, këtë buxhetin e 2026-s, i kanë dhënë 800 milion për investime, edhe na por na kemi pa për 1 miliard për subvencione dhe transfere. 1 miliard e 400 milion. 1 miliard po. Po çka është problemi? Në ndër vite kemi pasur se kjo qeveri nuk ka arrit kurrë më shumë se 45 deri në 50% e investimeve publike të planifikuara mi realizu. Që i bjen i ke planifikuar 800 milion investime publike, kemi realizuar 400 milion. 400 milion që nuk ja lën shej rritjes ekonomike të Kosovës ose përmirësimin e situatës. Punësimin. Këta, domethënë, është një problem shumë i madh në Kosovë. Fuqia aktive, njerëz që janë të aftë për punë, është komplet i lënë jashtë tregut. 50% e këtyre njerëzve të aftë për punë nuk janë në treg të punës. Këta ne po na servojnë një 10%, po thonë është papunësia. A dini kush është kjo 10%? Domethënë janë këta që janë në punë, domethënë një 390.000 që janë në punë, edhe po thonë 450.000 edhe një 50.000 janë që po kërkojnë punë. E që ky 50.000 si atë po i bën diku më kanë 11% që janë pa punë. Po jo ti ke edhe një 50% të popullatës që është i gatshëm për punë, po ti nuk ja ke kriju parakushtet që ata me hy, me kërku punë edhe me hym punë. E këtu më shumë ti është prek gjinia femrore, pra janë komplet të lëna pas dorës. Si vjetë është raport shqetësues që na shumë pak jemi të trajtu, që 2 vite radhëzi qeveria është duke punu me minus në relacion të hyrat me shpenzimet. Pra qeveria është më pak duke kriju të hyra, e është duke shpenzu më shumë. Sidomos shpenzimet që kanë rritë me çto subvencionet edhe me këto farë ndihmat ad hoc që po i bën për kategoritë të caktuara, edhe gjithmonë në kohë të zgjedhjeve elektorale. Edhe një problem tjetër është që është na kushtu shumë, është menaxhu shumë keq, është migrimi. Në 5 vite ne kemi 300.000 njerëz të cilët e kanë lëshuar Kosovën që janë fuqi punëtore. Tash këto nuk na e tregojnë, po mjafton mi pa raportet e ambasadave të cilët kanë dhënë viza punësimi, për çdo vit kanë spaku ka 50.000 njerëz të aftë për punë kanë migruar nëpër vendet e jashtme. Pra kur ty të zbrazet Kosova fuqia punëtore, automatikisht i ke mungesë kapacitetesh njerëzore për me zhvillu këtë vend. Shto këtu që po mungojnë edhe kapacitetet kapitale. Për shembull, ne po kemi problem për energji elektrike, e paguajmë shumë shtrejt sepse u bën 5 vite, asnjë hap nuk është bërë për me ndërtu një kapacitet prodhues, me gjeneru energji elektrike, mos me qenë të varur nga tregjet edhe nga zhvillimet globale, po mi pas energjinë tonë. Pra gjitha këto janë në të vërtetë gjëra që kjo qeveri ka dështu totalisht. E po një farë analizë kështu se problemet cilat janë aktualisht edhe ato problemet politike që politika po na shkakton në ekonomi. Mund më shkum prapë si zgjedhje. Domethënë na ton kohën jemi të fol për diçka që nuk ka pas investime kapitale, ka migrim, ka rritje të çmimeve, ka gjithçka. Po nëse shkojmë edhe një herë në zgjedhje, domethënë na kthehemi edhe një hap mbrapa. Domethënë na kemi më marrë me ekonominë, kemi më marrë kush po fiton, çfarë po bën. Na e tha Teras, viti 2025 ishte viti i humbur. E kështu do të jetë 2026. Pra 2 vite ai ra vule që janë vite të humbura. Çka është si biznes? Do të thonë çka pritet më ndodh spaku deri në qershor kur zgjedhet ose do të mohen, si unë po besoj që kanë më mojt, edhe një farë premie e re tjetër, ose ndërprerje e aktiviteteve
investimeve kapitale për shembull qeverisë, sepse bizneset nuk nalën, se me bëmë nalë edhe bizneset na S'mjaftojnë bizneset. S'mjaftojnë. Po. Nëse nalëm analizojna buxhetin 2020-2026, Po. kena pas rreth 21 miliardë gjys buxhet. Po. Po nëse nalëm analizojna buxhetin e investime kapitale 2021-2025, rreth 3 miliardë euro investime të planifikume në investime kapitale. Por këto nuk janë dukt dhe nuk janë duke u pa që këto investime dhe ky buxhet kanë ndikuar drejt për drejti në ngritjen e mirëqenies së qytetarit. Të pakënaqur qytetarët duke migruar, të pakënaqur bizneset duke mos investu këto, por duke shkuar jashtë Kosovës dhe sipas disa studime dhe statistikave që i ka Alianca Kosovare e Biznesit, në vitin e kaluar stoku investime në Shqipëri ka shkuar rreth 700 milion euro, stoku investimeve në Greqi për herë të parë ka shkuar rreth 200 milion euro. Po 1 miliard. Shumë 1 miliard. Po, në Maltezi ka shku dikon parafërsisht rreth 70 milion euro. Po ashtu në Bosnë, në Evropë, që mund t'jenë ato rreth gjys miliard euro. Dhe gjitha këto investime dhe këto mjete nuk kanë shku vetëm nga biznismenet kosovarë, por edhe nga individet që e kanë pa që perspektiva në Kosovë është për çdo ditë më pak. Investon dhe rrezikon. Të gjithë ata që dojnë të investojnë dhe kanë këtë kapital, po dojnë të shkojnë të investojnë në një vend ku e ka të sigurt investimin, të sigurt e ka fitimin dhe të sigurt e ka cilësinë e jetës. Cilësinë e jetës përkundrazi e ndërton imazh të mirë dhe nuk ka ofendim oligarik siç është në Kosovë dhe siç rrezikohet të jetë Kosovë. Dhe ne jemi tash në këtë situatë ku migracioni që ishte shqetësim i qytetarët pa punë, tash në migracioni është i biznismenave, investitorëve, i kapitalit. Dhe kjo e varfron më shumë Kosovën. Dhe kjo është shqetësim dhe alarm. Çka duhet bëjmë? Me rëndësimi më zgjedhjet ne. Çka duhet bëjmë? Zgjedhjet do të bëhen. Po, çfarë është rëndësishme? Është e pashmangshme sepse është e pabesueshme tash që këta deputet pas shpërbërjes të parlamentit të kthehen pranë parlament. Dhe të fillon bashkëpunimi në një formë apo në tjetrën. Dekreti i presidentes ai ishte kushtetues, jo kushtetues se shpejt ta kenë vendimin. 31 marsi afër. Kush ka hymër me prit. Dhe është humbje kohë që ne një muaj ne e çojmë poshtë. Jemi duke pritur se çka do të ndodhë. Ne kemi qenë poshtë një 2 vjet të prit kështu. Pritni qeveri, pritni pas zgjedhje, pritni pas zgjedhje. Prit me zgjedhjen e parlamentit, prit zgjedhjen e kryeministit, prit zgjedhjen e presidentit. Kemi vakt me prit. Mendoj që ne nuk kemi kohë sepse më herët the se ne jemi të shku mbrapa. Po. Ne jemi të ndalë, po të tjetin të ecë përpara. Dhe në këtë drejtim ne jemi shumë keq. Sepse ne jemi ndalë. Aktualisht Kosova është ndalë. Është ndalë aktiviteti dhe jemi të ndalur. Të tjerë janë duke ecë. Sot janë duke u bë shumë projekte miliardshëm në vendet e ndryshme në Kosovë. Çfarë projekte kemi ne ose qeveria e vendit që mund të kërkon fonde edhe pse na u kanë hiq sanksionet, ende nuk I kemi ato mjete. Jo, nuk na u hekën se Marta Kos kishte marrë për këtë punë, anuloi vizitë dhe nuk erdhi fare. Pikërisht, që ato vazhdojnë sanksionet, po. Në deklarative janë hiq. Dhe ne 880 milion euro që më do të kena mundësi mi marrë ato mjete. Ato mjete na nuk mund t'i marrën pa u përgatit projektet, pa u demonstrua atje që këto projekte do të shkojnë në kompanit, në vendet e dukura, në institucionet e dukura, dhe gjitha këto mjete neve për na varfrojnë. Ta marrëm shembull
Shqipëria, Serbia, Maqedonia, Malizi, këto vetëm vitin e kaluar nga plani rritjes kanë marrë gati gjys miliard euro. Dhe ne nuk kemi marrë asnjë. Është parashikuar që do t'i marrim diku nga IPA 2021-2022 30 milion, edhe këto do të ndalemi. Denjë qershor ne kemi afatin e fundit. Këto mjetet i marrim. Edhe na tash nëse shkojnë në nxjerrje. Sa do si marrim? Nëse shkojmë në nxjerrje, atëherë gjithçka këto do të ketë ndryshim, gjithçka do të ketë edhe më tutje, ndalje të aktiviteteve integruese të Kosovës. Bizneset do të funksionojnë edhe pa qeveri hiç. Sepse ne kemi aktivitetet tona të përditshme që janë ofertat, kërkesat, konsumi, blerja, shitja, do të ecmi. Por, rritja që gjithmonë po mburremi ne, që kemë rritje pozitive ma shumë se çdo vend në Ballkanin perëndimor, kjo rritje nuk është e dukshme në ngritjen e standardeve dhe meqenjes njerëzore. Prandaj, kemë për të bërë shumë. Koha nuk po pret. Konkurenca është e ashpër dhe vrasht në karshi me Kosovën. Dhe ne jemi duke pritur që edhe konkurenca jonë do të rritet nga jashtë. Me na ndihmu neve. Po na do të mobilizojmë brenda, të forcojmë fuqinë tonë konkurruese ndaj të tjerëve dhe kështu të zhvillohemi. Dhe këtë zhvillim ne nuk e shohim. Do të njësaj, Zënë Shahini e përmend një 3 miliard euro të cilat kanë qenë planifikuar me investu prej buxhetit shtetit. Nuk janë, s'po keni kishmi po, ka pas investime, nuk më thonë që s'ka pas fare, por ka pas investime shumë prej biznesit privat. Më thonë që ka marrë gjallë ekonominë, edhe marrë punësimin, edhe marrë mbijetesin e qytetarëve. Por këto problemet politike, sa janë dekurajim për vetë investitorët e mbrëmshëm, se mon nuk e kam gojlën e investitorëve të jashtëm, sa ata faktikisht as nuk ekzistojnë, se nuk po vjen kërkush, na do të më trajtu këta të mbrëmshmit që janë si kur jo dhe të plot të tjerë, investime që bëhen çdo ditë. Shiko, marr parasysh një farë mënyre rrëmjen e kërkesës, rrëmjen e konsumit, që e tha zoti Shahini, rreth 1 miliard, do të thonë ka ndalë investime të bizneseve dhe personave privat ka ndalë jashtë e Kosovës vetëm në rajon dhe në rreth gjys miliardi në Evropë dhe ka mrit deri në Dubai dhe në vende të tjera të cilat janë stabile. Kjo dëshmon që ka një rrëmje drastike të konsumit të mbrëmshëm dhe të besimit. Kjo ka të pru gjithashtu që u fol edhe për migrimin rreth 300.000, do me thonë persona, të cilët të gjithë janë popullsi aktive, që ata edhe gjenerojnë tyra, po janë në njëjtën kohë edhe konsumus. Dhe për faktin që ti nuk i ki 300.000 punëtor që ato gjenerojnë tyra, paguajnë taksa, dhe prapë që ato tyra kanë mi shpenzu brenda tregut Kosovës, atë kjo ka dhe një rrëmje të kërkesës gjithashtu. Të marrë parasysh të gjitha këto rrethana dhe pjesa e ekonomisë private nuk është në gjendje, do me thonë, për mu lavdu, sigurisht që bizneset private do të vazhdojnë kontinuitetin e tyre, mirë, por na kemi pasë një periudhë caktuar bizneset e infrastrukturës, që kryesisht ato merren me tendera, sepse na si biznese private, normal që kemi nevojë për infrastrukturë të cilat kanë vlera shumë të vogla, mirë, por për kapacitetin shpenzimit dhe infrastrukturën dhe maqinerinë që kanë ato janë të destinuar kryesisht, domethënë, për infrastrukturën rrugore, gjë e cila domethënë ka filluar tek vitin e kaluar dhe tash ka filluar pak rezultat. Pjesa e ndërtimit është në gjendje shumë të keqe. Ka rro konsumi edhe në aspektin, domethënë, edhe të pjesa e ushqimore, gjithashtu edhe të gardaroba. Kemi pa tash, domethënë, një kursim edhe për shkak të ngritjes së çmimit të derivateve dhe marr parasysh tash shkojmë edhe një herë në zgjedhje. Në vërtetë përmendë që kemi shku 3 herë, po përfshirë ballotazhi vjen 4 herë me shku në 13 muajve. Këto tash tregon një pasivitet ku edhe qeveria dhe opozita, domethënë të gjitha partitë politike, ato veç kanë filluar me hinën në garë. Absolutisht. Dhe tash kanë filluar ato ku shkojnë apelën fajin për dështimin e presidentit, pastaj kjo shtyrja përmes gjykatës kushtetuese, përfitimi në kohë i kujt do të qoftë që pretendon me përfitu,
dhe mojtja e zgjedhjeve. Po mojtja e zgjedhjeve tash ta hub më shumë se gjysmë vite. Që me thonë, fillimisht ka mu caktu data e zgjedhjeve. Pas caktimi datave të zgjedhjeve janë rezultate zgjedhore, certifikimi e rezultateve zgjedhore, pastaj janë negociatat për qeveri të re dhe megjithatë fituesi duhet ta ketë qartë se pa një marrëveshje dhe partneritet me partitë të tjera është e pamundshme, do me thonë, në konsiliacionin që kemi na kushtetutën dhe mënyrën e qeverisjes, sidomos zgjedhjes së presidentit është e pamundshme. Për këtë arsye, me thonë, këto munden me na shti prap në një farë krize tjetër, që me thonë kjo ka me vazhdu. Dhe këto janë ato që ndikojnë drejt për drejt në ekonomi. Dhe me thonë, vazhdojnë se investitorë që kemi pas, me thonë, kemi takuar me zotin Shahini, investitorë që kanë qenë interesuar me investu në Kosovë, arsyeja e investimeve të atyre ka qenë se, do me thonë, qeroja është ma lirë, taksat, tatimi fitime është ma lirë, tatim dividend nuk ka, dhe nuk kemi bariera eksporti për Amerikë dhe për Bashkimin Evropian, pra ndaj ka pas investitor potencial. Mirë, po marë parasysh rritjen e energjisë elektrike dhe marë parasysh jo stabilitetin politik dhe marë parasysh atë gjithmonë e kanë majtë shumica politikanëve se Kosova, po në sulmon Serbia, është krizë, mune me pas luftë. Do sulmon vetën e vëllai, s'ka na sulmon kërkush. Ajo ka ndjedhur një pasigurit e investitorëve të huaj. Prandaj ne presim që ky vit me qenë një vit i rronë dhe të pas parasysh viti para prak dhe ka qenë një vit zgjedhor dhe ka rëndu shumë ekonominë, me thonë bizneset që kanë qenë një farë mënyrë bukur të lodhme dhe që kanë pritë që tash janë ky zgjedhjet dhe me thonë do të fillon një funksionim normal i institucioneve, shfrytëzimi i buxheteve, buxhetit të shtetit, përfshi edhe komunat, atër automatikisht dhe me thonë kjo do të ketë stagnime, do të ketë problem në të ndërim, do të ketë problem në procese, do të ketë problem në ankesa, dhe kjo ka me pru që pjesë e buxhetit nuk ka mëjtë më shfryzu, ndoshta që që thonë dhe me thonë profo ma heret, as 50%. Dhe kjo e ban që dhe me thonë ky vit ka me qenë më i rronë se viti para prak, dhe kjo e ban që edhe bizneset vendore të cilat peshojnë që ka rrëmjet konsumit dhe ka rrëmjet e profitabilitetit e biznesit ti, atëherë me lyp alternativa dhe kanë fillu me bërë kapitalin një. Dhe me thonë, kjo është gjaja më e keqe e cila ka mujtë mi ndodhë. Mi ndodhë, absolutisht. Personalisht, me thonë në një organizat tjetër që dhe më thonë ekonomike, ku merremi edhe me biznesit në diaspor, ne kemi punu pa fund me thonë inspiru dhe me motivu bizneset e kosovare të diasporës me investu, ku kemi biznese shumë të mëdhaja edhe janë biznese që janë me shumë ndikim tani në tregin Gjerman, tregin Zvicran, në tregjet e tjera dhe të cilë ka pas shumë interes. Mirë për ka ndodhë këto probleme, problemi energjisë elektrike, problemi i politikave fiskale, problemi i trajtimit. Ne nuk kemi arrit me kriju politika fiskale të cilët e konkurrojnë pakëtën edhe regionin. Do me thonë, Sërbin, Maqedonin, edhe vetë Shqiprinë, edhe e kemi nane, e konsiderojnë një, me gjithat kur flasin, na duhet krijojmë kushte që do me thonë të zhvillojnë edhe Kosovën gjithashtu. Dhe tash kur flasim, s'kemi bo, do me thonë, lirim prej taksave, nuk ofrojmë zona ekonomike, nuk ofrojmë zona industriale, nuk ofrojmë asë një përkrahje, asë një përkrahje në ndonjë subvencion të rrymes bizneseve produse, do me thonë që fillestare, në një lirim prej tatimit, për shambur 5 vjetë e arshme. Një farmënyre, ne edhe jo vetëm tani, mirë po unë ka 20 vjetë që kom pas kontakte me shumë investitorë për jashtë, që kanë qenë interesu me investu 100 milionë, në të fillu prej 150 milionë lartë, dhe asë një, do me thonë, s'ka pas me në 1.000 venet punës, dhe problemi ka qenë, do me thonë, për shkak se ka mungu infrastruktura ligjore, ka mungu, do me thonë, të oferta ose politika fiskale dhe gjithashtu ka mungu edhe siguria. Përveç asana, më thonë, ka qenë një problem, sepse nëse një investitori caktuar shkon në vendet fqinjet, apret kryeministri me ceremoni, dhe për deri so ata kanë marrë një drejkë ose një darkë, ata kanë mja kry kej formalitetet e dokumentacionit. Ndërsa të na, me thonë këto, edhe pse i kemi shumë procedurat e lehtësume, në anën tjetër ka një burokraci të paparë, dhe kur po flasi burokraci, nuk po flasi një burokraci, vetëm tani një burokraci të trashigume, të cilët të kur vinë, mas një periudhe, ata e shohin që nuk ka një ambient, do me thonë, mitësor, dhe për kras, dhe automatikisht, dhe me shkojnë për në vendet të tjera, ku
shkon në një shtet caktuar që për mua është armiqësor dhe nuk po du m'ja përmendem mi bëj shumë marketing, dhe ja fol fabrikën komplet dhe jep subvencione dhe i subvencionon edhe vitet e para për secilin punëtor, i subvencion 50% të rrymës, edhe i jep shumë bonuse tjera, e liron prej datimit fitem, e liron, në me thonë, prej të veshës një periudhë caktuar, dhe tash kur vjen ai këtu na si ofrojnë kur gjatë pse duhet me ardh. Na e kemi rastin për shembull të rastin. Jo, e kemi rastin të rastit Turqisë, domethënë e kemi rastin Turqisë ka shku te shteti Fqinjë dhe po merr një fabrikë, po merr 2 fabrika si dhe vjen te na dhe po marron xhamia. Me thonë dhe thonë tash kem pa shumë biznese, thotë pse s'na qela neve fabrika. Çe i ke ofru te? Ti kur po vjen në vizit në Kosovë, ose po ti në vizit në Turqi, ti s'peki asë një ofertë dhe asë një kërkesë. E vetë një kërkesë është ofertë, është prej Bashkisë Islame, e cila thotë po valla për në vinë një 5 xhamia dhe xhamia, që ato pëti jepë. Që ko, po nëse të me qatë punë e ko. Po nëse kime shku te dhe me thonë po, qëre e kam projekten, e kam token, e kam e subvencionu, dhe ja ke ba një biznis plan, dhe ja ke ba një ofertë, dhe kam nevoj me qelë 5.000 venat punës, sigurisht që kemi me hasë shumë mirë kuptem edhe në përkëroja. Për këtë arsye, me thonë, politikat fiskale janë mungesa shumë e madhe, të cilat, me thonë, janë të i eritu edhe investitor vendosë. Për shembull, unë personalisht jam momentalisht kryesisht biznis tregtar, mirë nuk jam prodhues. Kemi do prodhime të vogla, me thonë si u i gjama antrefizet e tjera, mirë, po nuk kemi nej prodhim të madh. Dhe tash ne e kemi shtjerë mundësinë e investimeve në natyre biznesit tonë, sepse veç është tepru në këtë resor me investime. Dhe interesi janë është tani ta kombinojmë biznesin me prodhime të ndryshme. Mirë, po korona e shoh, cilat janë përparësisë nëse kam shku të njëjtin investim me bënë në Shqipëri ose në Maqedoni, o nuk kam llogari me investu në Kosovë. Prandaj kapitali, që që tha dhe zoti Shahini, po derdhet jashtë vetëm për këto arsye. Dhe me thonë, po është edhe arsyeja tjetër, arsyeja edhe e stabilitetit, për shkak se e ti kemi investu, mirë, po në një moment caktuar, s'po din, a kemi në krizë, a kemi hin luft, apo edhe kjo për shkakun se filoni është oligart, në një moment në mëngjes qosh edhe gjon krej biznesin tonë trethu me shirita, nuk është më rëndësia je fajtor as je fajtor, ty ka me të falimentu, ti mas 10-15 vjetë, 20 vjetë në për 100 procedura, mundesh me fitu landën, mirë po asnjëherë nuk mundesh me rikthy situatën e biznesit në nivelin në cilin ke qenë. Për këtë arsye, njerëzit nuk po njihen sigurt, kanë mri në nivel të mjaftueshëm të kapitalit, kanë kriju një jetë të mirë dhe absolutisht nuk janë nga që mu ballafaqu me probleme dhe sfidat e panevojshme, për zgjedhin me investu aty ku janë më të sigurt dhe jetën ja bën më të lehtë dhe më pak të ngarkuar psikikisht. Psikikisht. Do të thonë përveç migrimit, që i përmenëm 300.000 njerëz, janë më shumë se gati 1 miliard dhe gjysmë investime jashtë. Pas siguria e 5 qytete, jo në 300.000. 5 qytete. Plus pas siguria e biznesit, oligarkia, këto zgjedhje në stop, shka me vofro, çush me jetu. Ne kemi prodhuese. Kur e nin, zotni Jusa që është një kompani super e madhe, me një qarkullim mini 100 milion, a është të den? Rreth 100 milion. Rreth 100 milion euro. Dhe me gjitha ata të pënsum, i ka mendjen që me shku me investu dikon tjetër për shkak të sigurisë të biznesit vetë. Në qëse e shefti bilancin e bizneseve në Kosovë, domethënë prin fatkeqësia e këtij vendi, ne jemi importues shumë të maj, edhe nuk kemi po politika të favorshme për me kthy që ato produkte që importojmë me kthy me prodhu nga vendi, me suportu bizneset, dhe kur ja fshefsh bilancin e gjendjes, e shef që shumica prin bizneset tregtare. Kjo është e keqe, të cilën e ka pas premtu kohë më parë kryeministri vetë, lideri lëvizjeve vendosin në atë kohë, pa premtu që ka me suportu këto bizneset prodhuese. E para, e dyta, është çudi këtu në Kosovë me shku diçka marr, se për prapë e di që shkojnë. E treta, jemi mësuar. Në pjesë të përgjithësisë ka opozita, që është inekzistente. Shumë biliko. Rritet çmimi i energjisë elektrike, asnjë deputet kuvendit Kosovës nga opozita se ki. Asnjë. Bile kemi për ta dhënë tek puna e energjisë elektrike se të me ta bësh porzit. Ka mundësi që 1% më rrit çmimi i energjisë elektrike, jo më shumë. Për shkak jo që fillimimin qytetarët edhe bizneset, por që jemi në proces të ri zgjedhor. Edhe fakturat e trajtimit pron nuk besoj që do të shkojnë
si vjetë, ose do të shtyhet, ose do të shkojnë dika mu i non dikur atje. Po pikrisht që to që nuk bëjmë plane... Thonë, lajmin qeverisë nuk o të bëjmë për qytetar. Po pikrisht për një gjë të tillë, ne nuk mundam me planifiku. E mos flas me mua bizneset që kanë kapital. Edhe unë si familjar nuk mund me planifikuar as periudha afat shkurt, as afat mesme, as afat gjatë. As nuk mundam me qit objektivet e tona. E mos flas me mua për bizneset të cilët kanë një pjesë të kapitalit. Ne kemi diskutuar shumë herë që ka lëvizje të kapitalit më drastike për Kosovës. Jo vetëm të bizneseve, po vetë qytetarëve. Ne kemi raportin e Bankës Qendrore të Kosovës. Dikun në një vlerë shumë marramencet të cilën e ka paraqit aja. Mi po, ku po du me lidhë këta? Në problem për çembull është prona në Dubai, prej Kosovës, plot qytetarë të Kosovës po blenë prona në Dubai. Ku është gabimi fatal i këtij vendi? Problemin e kemi edhe te partitë politike. Ne kemi një farforme të kjo demokracina ka prodhu lideri lëvizjeve vendosje për shkak dështimit të partive opozitare. Dhe tash, lideri lëvizjeve vendosje, ju ma fjalem ekspoze për ekonomi dhe këta partive opozitare në gjysh e shikojshin si spektakël, është pak e çuditshme. Është shumë pak e çuditshme. Dhe ku marrë në përfundim që duke përfshi llogat e tyre, Lidhja Demokratike e Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës dhe lëvizjave të vendosje, nëse i emëron me një emërus përbashkët, me një llogat përbashkët, është L-ja me lidhja, P-ja është për pushtet dhe V-ja është me vjedh. Të tri partitë e kanë të tri partitë, nëse ja merr shkronjat e para, edhe i kombinon të tri partitë emërusin e përbashkët e kanë çto. Domethënë lidhja për pushtet me vjedh. Të tri partitë e kanë ndjek që të rrugë. Tash, ku do të cilë problemi, ku do të shkon problemi dhe me tutje? Që në momentin që të kurët popullësia, ne ashtu kështojnë kemi probleme të jashtëzakonshme përmeni Zoti Shahini, ku tha që ne ende këstin e parë të planit të rritis nga BE që ka para po, ne jemi përfitus matë maj për kokë banori. Dhe ne ende të pari nuk e kemi morë. Dhe ne problemin Komisioni i Bashkimit Evropian. Nëse shkojmë se ne marrim se ditë çështore. Komisioni po është nuk mund ta realizu këtë ato mjete. Sepse duhet reforma, duhet me tamata nuk të qetë këtë mjetet financiare në të grumbulluar. Bile ka pas projekte të detajzuar. Pikrisht, ka edhe aty një farë skenimi të reformave në çështjen e administratës etj. Ne shkojmë në zhvillim e sipër, sepse ne i rritmi numrin e ministrive. Ka natë kurët numri popullsisë, ka kemi probleme të jashtëzakonshme, ka ne rritmi shpenzimet publike. Dhe ta ashtu rriti shpenzimet publike, ne ta presin qytetarë që komi rrit kosta jetesës. Sepse qeveria ka dy alternativa. Ose komi rrit borxhin publik, ose komi rrit taksat qytetarëve. Tash për çat borxh publik, duhet ta shef që një farforme në momentin që investimet nuk janë të duar në vendin e duhur, kur e rrit borxhin publik, aja kthehet me rritje taksat, marramencet të cilën e ul cilësinë e jetesës. E ullë cilësinë e jetesës, e ngrit kostin e jetesës. Dhe funit, kur bizneset e mdoja, dojnë me dalë jashtë Kosovës për me jetu, shumë me bo qytetarët kur s'marrin parë heq. Po, tash kushtet na i bën qeveria, rrugën ashtron qeveria për me jetu në mënyrë së përkeq. Jo, ka obligim ligjor. Ligjor, po për shkak ka obligim. Po që unë nuk e thash rastisht ata. Kemi leadership, jo profesional, jo me integritet dhe jo kompetent për punën që në morë, dhe jo përgjegjës. O burë, ne bërlogën së ne edhe e për Prishtinës. Nësë kemë shkojmë atutje. Dhe kemi edhe personat të cilët, sepse këta si cilë pëkshyrë interesin e vetë personal. Ne kemi lider partive politike të opozitare të cilët kanë hapë biznes e kote fundit për importim dhe eksportim të energjisë elektrike. Dhe tash cilë është rezultati? Domethënë, edhe qytetarët janë hallë, se cilën të kënë me zgjedhë. Cilën person me zgjedh. Dhe a do qytetar me lyp përgjithësi dhe llogaridhënie? Po, duhet. Veç ato me mujt me ngrit, me qenë më aktiv qytetar që të lypin llogaridhënie deputetëve. Sepse çaj deputet, një vendim i deputetit dhe pa aftësia e një deputetit, ty ketë jetën ta shkatron dhe familjen tonë duke përfshi edhe të ardhmen e fëmijëve tonë. Po s'ka qytetari, ne u çuni protest një ditë edhe për rrim një kaçë rreta kënë. Dhe si ma gjitha gjasë me në konë plët me parti politike. Ke instrumentalizume. Kër ishëm të investimet kapitale dhe infrastrukturore, vitin e kaluar kanë qenë rreth 930 milion euro.
për investime kapitale. Asnjë rrugë regionale ose magjistrale nuk është përfunduar. Përkundërzi janë përkeqësuar edhe autostradat që i kemi aktuale. Që ki për prezident që është në plot vende dhe u kara. Dhe u kara qysh para vitit 3 dhe ka pas fatalitet dhe ai dhe ende gjende ta shton rrugë. Do të thotë që asnjë mbajtja nuk është në nivelin e duhur e për flas për investimet të Po thoni edhe dikush ata që janë gjendje me mbajt çka kanë punuar ata tjerë për para. Punuar ata tjerë për para. Dhe për shembull rruga Përpej e pa përfunduar, e Gjilanit e pa përfunduar, e Mitrovicës e pa përfunduar, e Podujës e pa përfunduar. Rruga më e keqe që ekziston është rruga për Rrugovë. Dhe nëse e marrim dhe krahasojmë Pej Rrugovë që janë rreth 30 km parafërsisht, duhet atje të utohet me një gjep të madh, edhe duhet të utohet për 1 orë më shumë, për shkak se atje është prish krejt rruga. Që Engelbert është për asaj pjese. Disa. Edhe Xeni është Biletash Ministria e ka pruar një vendim që i nalë të gjitha investimet investimet o punimet më të thjeshta. Edhe më të thjeshta në ato vende. Kurse ne atje i kemi disa antarë, bizneset tona, që investimet private i ka ndalua? Komplet. Gjithçka. Gjithçka. Po të meqen ja. Dhe aja rrugë e ka nalë rritjen e turizmit. Dhe ne kemi disa antarë atje që i kanë ardhur dhe janë anku tek ne. Se po bjen numri i turizmit i vizitorëve për shkak të rrugës. Po aty 2-3 investime private të cilat u bënën, të përfshi Belushin, të përfshi Deçanin atje nalt. E kena për shembull Hotel Belushin, e kena Hotel Malsin, po. E kena Hotel Magra, që janë 3 brandet fuqishme. Dhe villa pa fund, restorana pa fund. Vizitor pa fund, dhe atje nuk mund të shkohet vërtet me një kerë të mirë, për shkak të rrugës. Dhe jo vetëm rruga, por rrezikimi i shembjeve që mund ndodhë. Është edhe problemi tjetër se ata kanë problem serios shumë me rrymë kryetor, ata për shembull shumicën e kohës ose është shumë e dobët ose nuk ka rrymë sepse rregullisht ka defekte, sepse lidhet janë shumë dobta. Ka problem, domethënë me ujin, ka probleme me thonë. A mos bi veneve të cilat unë po i shoh për veneve më të vizitume të Kosovës. Tani imagjino sikur të kish një infrastrukturë normale, edhe sikur të kish një rrugë normale. Se shiko, ankesat që e nërë, që po dhëtë të zoti Shahini se me thonë një medhantor në AKB-i Bordit, edhe i njojmë bashkarisht ato probleme, shiko, ke investuat ja 10 miliona, ose 3-4 milion në një biznes, dhe ka fillu një performans perfekt, dhe fillon me të ropë performansa për shkak 2 probleme, për shkak të rrugës dhe për shkak të energjisë elektrike. Në me thonë, mu personalisht mu ga dosh me 1 metër borë, me reziku shoferat, kamionin, me 100 probleme, me përcjellje, me bagera, mi qunaf, sepse mund ke strymes nuk i ka punu generatori dhe s'ka pas as nxemje. Në me thonë, dhe imagino tash një hotel kushtin 4-5 milion euro, dhe ti ki qindra, do me thonë, atë mësafer, të cilët kanë pagu 1000 euro për akomodim për shembull një vikend caktuar ose një festë caktuar, dhe ti s'ki as rrymë, edhe s'ki as ujë të nxehtë, dhe s'ki, do me thonë, as nxemje, a e ki minus 15 gradë, atëherë pse duhet me shku atje. Prandaj, do me thonë, është një dëmtim i madh në këtë aspekt, nëse nuk kemi, me thonë, investime në vendet e duhuna edhe në mirëmbajtje gjithashtu. Me thonë, më të mira janë disa rrugë të pashtrume heqje në kaldërëm, se sa ajo rrugë që është asfalt, sepse ajo është shumë problem, se ta qangumen
fellën, edhe bën 100 probleme të tjera, se atje dhe servis ski pastaj. Bash. Me thonë, edhe metëj mëshirën atje, sa është kostja pastaj me pagu dikon, me arme ta ngarku, me ta pukere, me shku me ndreq, ati ke shku për qefit, dhe ta prish komplet vikendë, dhe ti, maja me rinodi nuk shkar ma. Pra ndaj kjo është një dom që bëjboha turizmin në atë pjesë. Ne kemi pa vazhdimisht, do me thonë që 5 vite kjo qeveri ka sjell gjithmonë një buxhet konsumus, asnjëherë buxhet zhvillimor. Na këtë përshojmë edhe si vjetë, do me thonë ka me një buxhet prap konsumus edhe elektoral, vjen me këtë super idenë paga 13 për sektorin publik, duke i diskriminu komplet pasaj sektorin privat, të cilët për shembull nuk e marrin pagën e 13. Pra me njerë bën një parti që ka thonë vazhdimisht ka folë për barazi e barabarsi, automatikisht vjen me pa barazi edhe e shkatron komplet situatën, po prap tash njerëzit e sektorit publik edhe pse po e presin pagën e 13, ata po preferojnë me pas koeficient pagave të rritun, edhe cili pastaj ju përkthehet në çdo muaj dhe çdo vit në një mirëqenie të jetës. Pra prap këtu një politikë e gabuar, por jam i sigurt që ka më ndihmuar me grumbullu më shumë vota, e ata vetëm të votat po mendojnë e asnjëherë për shtetin. Do del në fund marsit. Po. Edhe këto politika që të gabuara, të vazhdueshme, që këta po mendojnë janë të mira, po ku po shohim që nuk janë të funksionu. Po shohim rritjen e overdrafteve. Domethënë nuk ka sot familje dhe biznes që nuk është në overdraft. Overdraftet shkojnë dikon të 700 milion, që bizneset janë të ngulfatuna për overdrafteve dhe nuk mundën me dalë. Pse po ndodh kjo? Sepse nuk ka mekanizma mbështetës as për bizneset, por nuk ka as politika të duhura sociale për familje, për anvistrit. Dhe ato po detyrohen pastaj mi kry obligimet e veta familjare ose biznesore nëpërmjet bankave me interesa shumë të larta, që nuk është as pak politikë e mençme. Ku tu gabu shumë qeveria, nuk është të arrit asnjë partneritet me shtetet e zhvilluara, me pas shkëmbim zhvillimor, prodhim të përbashkë, shkëmbim i kapaciteteve njerëzore edhe me mujt me zhvillu. Ne jemi vetëm pjesë e CEFTA si treg i lirë, edhe ai nuk po funksionon në asnjë mënyrë për shkak të bllokadave që po na bën neve vazhdimisht Serbia. Kosova nuk po arrin me qenë pjesë e tregjeve tjera të lira ku kishin mujt me përfitu bizneset, pra mu liru për disa ngarkesave. Te politikat fiskale i foli shumë gjana shkelzeni me shumë e vend, për shembull TVSH-ja. Pse nuk arrin për 6 vite me hek spaku TVSH-n jo në kufi, po me u pagu TVSH-ja pasi që të shitet produkti. Pas ti nkasoj shporët, ja pagun pa i marrë. Edhe plus atë ti nuk peshet gjithë atë produkt që e ke pru, po të mbet një pjesë pa shitun, ti po pagun TVSH-n edhe për produkte që nuk i ke shit. Pra është një dëmtim i jashtëzakonisht shumë i madh. E kisha për Rugovën, po u fol Rugova, domethënë që çdo fjalë që e tha zotnia Agimi, janë dëmtu bizneset atje ka revolt, atje në ditë do të shpërthej. Tash i para me not, tash ti e qytetar vjen për Prishtinës do me shku deri në Rrugovë në turizëm, ty në hymje të Rrugovës ka penal polici, tam ata shoh gepekin, mos ki material ndërtimor aty, mos ki gorta që kesh drasa, sepse nuk lejohet më bë as edhe një mirëmbajtje se le më investim atje sipër. Të migrimi duhet me pas qartë qytetarët, se kur po themi ndoshta 300.000 banor, nuk do këtë shumë, 300.000 është shumë. Ata do të me llogaritë se një komunë si Deçani, si Klina, si Vushtria, si Shtimja, si Lipjani, si Istogu, i kanë ka 50.000 banor. Që i bjen, janë zhduk 6 komuna. 6 komuna Kosova nuk i kanë këto 6 vite. Kjo është problem serioz. Në qoftë se na dona edhe asnjë mas nuk e kemi pa, asnjë politikë nuk e kemi pa, se çysh me parandalu këtë zbrazje të Kosovës, këtë kurje të popullsisë, po vazhdimisht po i shohim çysh po marr me zgjedhje, kush po bëhet kryeminist, kush kryetar kuvendi, a do të me hyrë në Adrashi që mu bë zëvendës kryetar apo jo. Pra problemet të mëdha aty janë. Ajo të kurja e popullsisë që tu të kanë zbraz 6 qytete të mesme. Edhe kur flasim për ekonomi, sikur nën kuptohen, po na nuk i trajtojmë shumë. A din sa premtimi është bërë për Trepçën? Që është një prej aseteve kryesore ekonomike të Kosovës. Zero investim, zero zhvillim, partnersi, s'kan paga, total katastrofë. Ai ka dhënë premtime shumë të mëdha, bile në kohën e Ramush Haradinajt, u mbrojt me ligje Trepça, edhe u bë aset i Kosovës, edhe me mujt me arrit kontrata ndërkombëtare, edhe me punu. Asnjë hap në atë drejtim. Ku është Keku? Kryeshefi ekzekutiv në proces gjyqësor për korrupsion, 50 milion supozohet dami që ja ka shkaktu me kontrata një burimore, edhe tash ti është të punu me probleme, s'kan arrit as me mirëmbajt si duhet bllloqet, se le me kriju kapacitete të reja ekonomike gjeneruse. Posa Telekomi, kompania mobile
Po, a dole në Ukrenun e dhanë me qindra miliona dhanë subvencione për me zhvillu edhe me rinjallë posën telekomin e Kosovës. A doli raporti i fundit që është duke punu me humbje. Pra gjitha ato miliona që janë investu aty, janë menaxhu gabimisht. Domethënë nuk arrin as milion shaj konkurrencës private që është në këtë rast IPCO. Ku i kemi kompanitë publike, bordet politizume, të gjitha të punu me humbje, të gjitha asnjë nuk është duke kry punën e vetë si duhet, probleme tash është shtritu edhe u i pishëm, gjitha. Edhe një përfitimin se ka shumë çka me thënë. Është projekt kapital, aset kapital për Kosovën për ndërkombëtar Hekurulla. Shqipëria ka filluar atje po vjen fonde evropiane, ka filluar me i bë punimet e para, ka bë projektin, ka bë studimin e fizibilitetit, është duke ecë përpara. Në Kosovë nuk është bë ende as edhe një hap më i vogël në këtë drejtim. As nuk ka buxhet ndar për këtë projekt kapital, as nuk ka studim fizibilitetit, edhe nuk ka stabilitet qeveritar për mujt me thith fonde për bashkimit evropian. Pra, transporti është diçka tepër e rëndësishme për zhvillimin ekonomik në vendi. Ne kemi kufar transporti, se lemo mos flasim për autostradat. Edhe një falë shkëllëzëm vetë edhe një, mënyrë ironike. Po qysh me folna për ekonomi ku te kjo qeveri nuk arrin as qend e ngordur në rrugës mi largu. Ti ke figurë të mëshme ke rrugë. Po shkëllëzëm, se shkort se tjerë. Si o përmend të çështja bankare, do me thonë na kemi pas në vitin 2025, profitet e bankave kanë shku në një rast në një lartë. Dhe me thonë, dhe kjo që ka gjeneru. Shiko, tash mungesa e perspektives dhe inflacioni e ka bo që qytetarët mos me investu. Dhe në momenti që qytetarët nuk kanë një sigur me investu, ato kanë shku dhe i kanë afatizu lekt. Në momentin që i kanë afatizu lekt, bankave automatikisht ju ka rrit kapitali edhe mundësia kreditore. Mirë, po që ka qenë problemi? Vendimi bankës qendrore që pa depozita, ambules me depozita, nuk mundesh me dhonë kredi, edhe pse ata kanë kapital mjaftueshëm vetanak për garantim të kredive, atëre kjo ka bo që mi rrit çmimin e blerjes së depozitës. Dhe automatikisht tu ka rrit pastaj edhe çmimi i shërbimit. Tash kjo ka kriju, ka rrit krizën dhe ka rrit problemin. Pse? Sepse një kompani e caktuar, klienti nuk o shku me bli apartmanin. Dhe parët e apartmanit o shku i ka depozitu të banka dhe i ka shit shtrajt. Parët e veta. Tash ai ka hi në krizë. Dhe ai shku ka bu kërkes të banka për me vazhdu me mirëmbajt biznesin dhe e ka rrit absolutisht, do me thonë, ekspozimin me bankën. Dhe kjo pastaj i ka qitë në dy probleme. Do me thonë, ju ka zvëllu profiti, i ka rrit obligimet bankare dhe njëkohësisht ju ka rrit çmimi i shërbimit ose çmimi i, do me thonë, kësojna interesit bankar. Kjo ka kriju një debalans e cila ka shku në favor banka dhe janë vetmet bankat që kanë rrit profitin dhe do me thonë ka performu mirë vitin e kalum krahasi me këtë bizneset tjera. Se përket Hekurudhave, ndoshta profa, do me thonë nuk du me bo kërkujna, do me thonë asë mbrojt e asull, mirë po në Hekurudha momentalisht janë të investuar 106 milion, është investimi Bergjit, janë të rinovu, për pjesën me Shqipërinë, po është vërtet që ka ngecje, s'ka studim fizibilitetit, nuk ka kërkesa, do me thonë, dhe nuk ka ndarje buxhet, do me thonë, ka një ngecje shumë serioze, mirë po me thonë kjo pjesa tjetër, unë më përmenoj që lidhja me Evropën dhe funksionalizimi, do me thonë, i transportit hekurudhor me Evropën, ka me qenë një lehtësim për bizneset kosovare, për shkak se produktet do të eksportohen me çmim transportin më të lirë edhe më shpejt, edhe kjo besoj që do të jetë në mirë, po kjo është megjithatë është investim evropian, po. Shpresoj se qeveria e re, kur do që vjen? Kur do të përplasëm për këto që është, e ka gjetë formulën për me avancuar projektet e shtetit tonë, të qytetarëve tonë, i ka rritë në 21 ministri, ka pas mungesë disa ministri ka bërë, dhe tash besoj që jemi përafër dikon me Kinën, se Kina i ka 26 ministri me 1 miliard dhe 400 milion banor, kurse ne kemi rreth 21 ministri me përafërsisht 1 milion
Pasi një banor, banor. Dhe gjitha këto do të tentojnë që vërtet na rregullojnë jetën. Por pavarësisht na rregullojnë jetën ajo, një ditë këta do të përgjigjen para drejtësisë për gjitha të bërat. Dhe të gjitha të pabërat që kanë marrë mandatin dhe nuk e kanë bërë, duke përfshirë këtu edhe opozitën, duke përfshirë këtu edhe institucionet e pavarura që thirrën, duke përfshirë këtu edhe agjensionet e cilat janë të thirrura për të zhvilluar tendera dhe nuk i zhvillojnë, mjetet mbesin të pa shfrytzuara dhe ne nuk kemi rritje ekonomike. Prandaj, pavarësisht vendimeve të gjykatës kushtetuese, ne do t'i respektojmë ato dhe shpresoj dhe besoj që gjykata kushtetuese do ta gjejë modalitetin më të mirë duke i goditur ata që e shkelin kushtetutën. Faleminderit shumë. Kur gjë më të fatë mësu që në 14-15 muaj, jemi mësu me votu. Kështu që nashta kena me votu prapë, e mësu me votu, herën tjetër votojmë ma mirë se sa kemi votu në të kaluar. Shikoj të nderuar, kaq kishim për sonte, bashkëdëshimi javën e ardhshme. Deri atëherë mirë mbeqi.